Përshëndetje, është gjënah me I qu fëmijët te mullini, mashallah, se nuk po fol. Allahu Ekber, po thojnë, po ban khajr, po ju nimon me fol. Allahu Ekber. Që ata cilët e pas kanë këtë mullin, le të shkojnë tek spitale, edhe le të tregojnë mjekëve edhe le të lypin licencim, që mos me qu në spital as te lokopedi fëmijët, po me qu të mullin e tyne. Unë kur kam qenë I vogël, e kemi qu grurin edhe misrin, kallamoqin, me e blu në mullin, edhe qani mos e me kuaj ose me kije. Ama me qu fëmijët të mullini. Kjo veç këtë popullnin. Paramendoj, mullini, tash nuk mund ta paramendoj. Qa ka shkriju kjo bindje? Ata që rrinë aty, ata që I bëjnë këto rite, normal që kanë me thonë du të me pru këtu. Se ata kur gjenë budal, du të dyqysh me mbjetu. Në këtë formë ata, I thojnë filoni kështu, filoni ashtu, këj ka bon, si ka shku të shpia mas 2 orë, mas 2 dite, Allahu Ekber, edhe ti shkreti me hale, ata ta kesh përdorin halin tanë. Wallahi, billahi edhe tallahi. Pasha zotin që nja e s'ka shaq. Këto gjona janë shirk. Këto gjona sa të regojnë mos besim, mos mështetje ka që Allahut, të regojnë ignorancë, të regojnë njerëzit në farë nivelli janë si mashtrohen ka shpejt. Unë e di se ti ki hall, po çka të shtin ty ky hall me ra deri në këtë nivel, po populli dashur. Mas bër për Zot Zotit. Mas bër se kjo të nxjerr prej dinit. Me shku atje, veç me shqyr për kuriozitet. Ajtë ta shët apo, ajtë ta provoj, s'kam besim për ta, mas paku themi 40 ditë nuk pranohet namazin. E nëse I beson del prej fes njëri, du të me ra shahadet të njerë, se qajo e qenë xhehenem njëri. Keni kujdes për I Zot Zotit, se nuk bën dobi kur gjan, veç ju shkatron juve komplet besimin e juj, edhe të ati fëmijët që në min qafë me quatja.